Andaj kur thot dikush ne vetëm duan e kemi, dikush e ka, kjo është minimumi. Kjo është minimumi. Gjithë e kemi duan, Allah. Të gjithë. Dhe ai që s'bën dua nuk arsyetohet. Po nuk është se secili vetëm dua ka mundësi të bëjë. Varësisht prej njeriut, intelektuali nuk arsjetohet vetëm me dua. Pasaniku nuk arsjetohet vetëm me dua. Andaj elita jonë politike nuk gjen tek ata sot një fjalë. Ta thot dikush se hey, a dini be se jon tu djeg me 10.000 njerëz, shumica e së cilëve janë fëmijë dhe gra. Një fjalë nuk e gjen. Pse? Se komfort zona e tij nuk e bën atë të ndjehet i përgjithshëm se ajo çka ndodh atje ka të bëjë edhe me mua. Allahun, që Allahu të mos na merr përgjegjësi. Që Allahu të ndihmon vëllezërve tonë, që Allahu të jep fitore, sepse fitoria vjen me sabër. Dhe ata kanë bë sabër, ne dëshmojmë se ata kanë bë sabër, mbas asaj që ne shohim. Dhe i themi Allah që Allah, këta vëllezër tanë kanë bë sabër, jepu fitore. Dhe ndihmovu kundër atyre të cilët bëjnë opresion në mënyrë direkte dhe indirekte. Lutim Allahun që Allahu të ndihmon.